Unë po shkoj në çdo fshat, po i prek çdo njeri na pranë. Pra po dëgjoj hallet e tyre, po ndaj me ata halle dhe probleme. Qieri që jam, do jap frymën dhe besoj se do ja dal nëpërmjet frymës që unë do përcjell tek gjithë njerëzit që unë do ta takoj der më der. Tepelena është deri diku e abandonuar, njerëzit janë larguar në migrim dhe të paktën që jetojnë janë njerëzit që janë të punësuar, janë të shumë të punësuar dhe njerëzit të moshës së tretë. Ti dukesh dhe je shumë i ri, e dije që ke përballë një infrastrukturë gati monstruoze politike, qoftë edhe për peshën që ka secili nga individët që përmendëm më herët. Ti pse u futen tamam? E para është sepse unë kam bindje patriotike. Unë e bëj sepse unë e dua Tepelenën. Nuk e bëj fare se kam kundërshtar përballë dhe si i kanë këta ato organizimet edhe mënyrën. Kam qenë gjithmonë i angazhuar me jo vetëm me problematikat, por më shumë dhe me zhvillimin e Tepelenës. Sa mendon se zgjedhja jote do të mund të rikthejë moshatarët e tu në Tepelen? Absolutisht, dhe kjo është arsyeja pse unë po kthem. Pra, nëse do të fillojmë në një gjenezë time, arsyeja kryesore është që unë dua të bëj thirrje gjithë të rinjve të Tepelenas që të gjejnë mundësi në Tepelen. Jo ta shikojnë si një ikje sa më të shpejtë nga vendi i tyre.